Allahun subhanahu wa taala falenderojmë, për ti falje dhe ndihmë kërkojmë, paqe dhe mëshira Allahu xhallahu wa ala të gjitha qofshin për zotriun tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lakni gjuhët e juja vllazën me salate dhe selame për Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, i cili na mësoi hakun e Allahu xhallahu wa ala. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, i cili na mësoi ju vllazën këto takime në këto xhamia të Allahut azza wa jall. O ju vllazën, ne takohemi në këto mezhlise dhe në këto takime siç takohesh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sahabe radhiyallahu ta'ala anhum. O ju vllazën, 13 ditë para se të vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkoi tek varrezat e Uhudit, i përshëndeti ata, dhe pasi që ktheu, pra i përshëndeti me selam, bëni dua për ata, për të vdekurit e banorëve të Uhudit, edhe duke u kthy për në Medine, ishte me një grup sahabësh, në mesin e tyre Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, dhe atyre ju tha: ishtaqtu li ikhwani, më ka marrë malli për vëllezërit e mi. Ata sahabët, pra Ebu Bekri, Omeri dhe të tjerët, u çuditën. Për kë ka për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për kë që ka përmallu be zemra e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. E vllazën sahabët radhiyallahu anhum lëndoheshin me lëndimin e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ata mbërziteshin me mbërzitin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Një herë ju vllezërit e mi, njëri pe sahabëve në Mekë, pasi që e pranoi Islamin, dhe vendosën banorët e Mekës që ta ekzekutojnë, vetëm se ka pranuar Islamin, shahadeti la ilaha illallah. Në fund të fundit i thanë atij: e ke para vetes një dëshirë. Tha: dëshira ime është që të fal 2 rekat për Allahun, dhe i fali. Dhe pas asaj mushrikët i thanë: o filan, a kishe pas dasht që ty të jesh në familjen tënde me grua dhe fëmijët e tu, dhe në vetin tënd të ekzekutimi të jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Tha: vallahi, në qoftë se një ferë e godet këmbën e pejgamberit Allahut, vallahi s'kisha bërë rahat në shtëpinë time. Andaj në këtë rast, ju vëllezër, u pikëlluan sahabët e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sepse i dërguari Allahu që ka i mbërzitur dhe i përmalluar për vëllezërit e tij, dhe i thanë: ja Rasulullah, alasna ikhwanek, a nuk kemi ne vëllezërit e tu? Ai sallallahu alaihi wasallam tha: ju jeni shoqëruesit e mi, pra që jetoni në një kohë dhe në një zaman. E vëllezërit e mi jenë ata të cilët do të vinë pas meje, do të më besojnë, edhe pse nuk më kam pa, ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. O ju vllazën, dërgoni salavate për atë burr të madh, që vallahi billahi do të gëzohesh te zemra dhe shikimi i tij sonte po të hinte nga pragu i xhamis. Atë ditë, ju vëllezër, ditën e Han, kur edhe ndroi jetë, salavatu rabbi wa salamu alej, u përpoq disa herë që të del në namazi e sabahut, të falet me shokët e tij, me Ebu Bekrin, Omerin dhe të tjerët. Por ja që së mundja aq shumë e kishte rënduar pejgamberin e Allah sallallahu alaihi wasallam, sa që mirë të guximit të del në xhami, përsëri binte të fikët. Sahabët radhiyallahu ta'ala anhum e pritnin pejgamberin e Allahut në xhami. O ju vllazën, së në mirë të askush guximin të del imam. Pejgamberi Allahut është në dhomë, kush e merr guximin që të del imam. Shkon nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu anha dhe i thot: o pejgamberi Allahut, le të del Omer ibn Khattabi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: jo, imam, le të del Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Murru Ebu Bekr falyusalli bin nas. Urdhëroni Ebu Bekrin, le të del të falë namazin njerëzve. O ju vllazën, thot Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, një prej shokëve, thot: derisa ishim në namaz, e dëgjuam se u lëviz perdja, nga se mes xhamis dhe shtëpisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte vetëm një perde. E dëgjuam se si lëvizi perdja dhe u sprovuam në namaz. Pra u gëzuam në një moment se mos vallë do të del në xhami pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thot Enesi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hapi perden, buzëqeshi dhe e mbylli atë. Sahabët thonë: shkaku sepse buzëqeshi? Se i pa muslimanët të rreshtuar në safe. O ju vllazën, vallahi billahi që këto safe
e gëzojnë zemrën e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, e mos flasim që këto safe e gëzojnë Zotin e botrave të bareke ve teala, Allahun e madhërisëm xhelle xhelalu. Andaj e falenderojmë Allahun xhelle wala në fillim, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala në mbarim, i cili ne ka mundsuar që t'i mbushim këto xhamie me safe. O ju robër të Allahut, Allahu xhelle wala na ka dhënë shumë mirësi dhe dhurata. Saqë ai subhanahu wa taala thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Në qoftë se ju mundoheni dhe përpiqeni t'i numroni të mirësitë e Allahut, nuk mund t'i numroni ata. Hajde o vëllahu im, vetëm le t'ja numrojmë Allahu dritën e syri që na i ka dhënë, vallahi se ni dalim hakut të Zotit të Madh xhelle wala. Sa që ka ardhur në transmetime ju vllazën se në ditën e Kiametit Allahu xhelle wala do t'i thot ndonjërit prej nesh: "Ej filan, a kishe pas dash sot në këtë ditë që të gjykoj sipas drejtësisë time apo sipas mëshirës time?" Ai njeriu ju vllazën 40 vite i kishte pas bëj ibadet Allahut azza wa xhel, dhe do t'i thot: "Ja Rabbi, gjikom sot në këtë ditë sipas drejtësisë tënde. Jem fal 40 vite për ty ja Allah." Atëherë Allahu xhelle wala do ta vendosë në një anë të peshojës namazin e 40 viteve dhe vetëm dritën e syve në anën tjetër do të rëndon drita e syve. La ilaha illallah. Çka o vëllahu im, në qoftë se Allahu xhelle wala do të na kishte lënë të verbër tek vendi kryerës të nevojës, Allahu ju nderoj, nuk kishim pas mundësitë që të shkojmë vetë. E mos flasim që të shkojmë në lindje dhe në perëndim vetë, e të vim në xhamiet e Allahu xhelle wala vetë, si mund t'i dalim hakut be këtij Zotit të Madh xhelle wala. Pra mirësitë e Allahut te bareke ve teala ndaj nesh, o ju vllazit e mi, janë të shumta për të gjitha llojet e shëndetit që na i ka falë Allahu xhelle wala në trupat tona. Mirë po një prej mirësive dhe dhuratave më të mëdha të Allahu xhelle wala, e që pak i shkon në mendje robit e ju vllezërit e mi, është shahadeti la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. O ju vllazën, prej 8 miliard njerëzve në botë, vetëm 2 miliard prej tyre, ju vllezërit e mi, e shqiptojnë shahadetin la ilaha illallah. Po imagjinoni ju robërit e mi, ju robër të Allahut, kishim qenë prej atyre 6 miliardëve që nuk e dishim shahadetin la ilaha illallah. Andaj në qoftë se dikush ju pyet pse më njerëz shkoni aq në orë të vona të natës në xhami, thoni për t'i dal hakut atij Zotit, edhe pse s'ni dalim për atë shahadet që na i ka falë la ilaha illallah. Në një ditë prej ditëve Musa alayhi salatu wassalam në takim me Allahun xhelle wala i tha Allahut azza wa xhel: "Ja Rabb, më mëson një fjalë që të lutem dhe të madhëroj me të." Allahu xhelle xhelalu i tha: "O Musa, thuj la ilaha illallah." Atëherë Musa alayhi salatu wassalam, o ju vllezërit e mi, jo që e nënvlerësoi shahadetin, jo, po sikur deshti diçka më shumë se ajo, dhe i tha: "O Zoti im, po gjithë robërit e tu e thon shahadetin la ilaha illallah, pra më mëso diçka më të madhe se ajo." Allahu xhelle wala i tha: "O Musa, në qoftë se shahadeti la ilaha illallah vendoset në një anë të peshojës, dhe 7 qije dhe banorët e saj, dhe 7 tokat dhe banorët e saj në anën tjetër të peshojës, letashet bihin në la ilaha illallah, do të rëndon fjala la ilaha illallah." Përgëzojën jo o idhtarët e shahadetit, që do t'i dalim Allahu xhelle xhelalu nesër në ditën e Kiametit me këtë shahadet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: do të vjen një rob prej robërve të Allahut në ditën e Kiametit me mëkate sa kupa e qiellit, me 99 libra, që një libër është i gjatë aq sa shef shikimi, me vepra të mëkateve dhe gjunaheve. Dhe derisa Allahu xhelle wala do t'i thotë: "Ej robim, lexoje librin tënd." Do ta lexon robi ngrat librin e veprave të tij, që të shef aty mëkate, gjunahe. Allah i na rujt, Allah i na fal ya rabbel alamin. E Allahu xhelle wala do t'i thotë: "O robim, atë kam bë izollum, atë kam bë pa drejtësi. A shovish në librin tënd diçka që ti s'e ke bë?" "Jo ja Rabb, e gjitha është me durtë mia e kam bë." Atëherë Allahu xhelle wala do t'i thotë me laqeve: "O me lekët e mia, ka mbet edhe diçka, a ka bë di vepër ky njeri?" Me laqe thonë: "Ja Rabbi, është vetëm një letër e vogël." Allahu xhelle wala thotë: "Bjereni edhe atë, se sot është dita kur unë askujt nuk i buj pa drejtësi. Gjithçka do të vendoset në peshoj." Kur ja ju vëllezërit e mi vinë me laqet e Allahu xhelle wala me një letër, as ata vetë nuk e din se çka shkruan në të.
Kur nga dal po e hapin, imagjinojnë gjendjen e robit, dridhet, e di se u shkatru, e di se fundi aty është zjarri i xhehenemit. 99 libra ju vllazën, ç'bëjnë dobi, kjo letër ka 99 librave. Kur e hapën letrën e të shkruan La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Atëherë dhe me laqe do thonë ja Rabbi, po çka bën dobi kjo letër ka 99 libra, dhe vendosen në anën tjetër të peshojës dhe do të rëndon fjala La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. O ju vllazit e mi, vallahi Allah i gjelle gjelalu, si ma ka falë dhe si na i ka falë këtë islamonë çuditë. Wallahi nuk është as aftësia jon, as mençuria jon, as dituria jon, as preardhja jon, por është dhurata e të madhit Allah subhanahu wa taala që na ka bërë hithtar të shahadetit la ilaha illallah. Po çka do thot kjo ju vëllezër? Dijeni ju robër të Allahut se ky shahadet është emanet i madh. Për të do të pyetemi para Allahut azza wa jall. Andaj rujeni shahadetin o ju vëllazën. Mësovani ve fëmijëve të juaj shahadetin la ilaha illallah. Le të jetë fjala e parë që shqipton fëmija në këtë jetë Allah, kurse fjalia e parë la ilaha illallah. Kush e ruan Allahun mbi faqen e tokës me shahadet, do ta ruan Allahun në barkun e tokës duke thënë Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër e mi, realisht hoxhallarët kanë edhe shumë për të folë. Për shkak që i përzihet këta ligjërata imanore është për arsye se pjesa më e madhe janë djelmosha të ri, edhe janë vajza të reja që kanë nevojë. Bile vallahi zemra çdo njëri ka nevojë me ta kujtojmë këtë mirësi. O vallahi, ana ka shku në mendje ndonjëherë ju vllazën, kjo është e fundit. Ana ka shku në mendje të thomë ndonjëherë elhamdulillah që jemi musliman. Elhamdulillah që e kemi shahadetin vallahi. Elus Allahu xhallahu ala që të na jetson jetën me shahadetin la ilaha illallah. Et na merr shpirtin me shahadetin la ilaha illallah. Et na ringjallën te grupi i atyre njerëzve që do të ringjallen tek Allahu xhallahu ala me fjalën la ilaha illallah.